Mirë se vini në kanalin ton. Në videon e sotme do të shohim një nga skenat më dramatike të serialit të Braktisur, ku një martesë që duhet të ishte një fest kthehet në një përballje të ashpër mes dy familjeve. Vendime të vështira, emocione të forta, akuza tronditëse dhe ngjarje të papritura do të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Ndiqeni videon deri në fund për të mos humbur asnjë moment nga kjo skenë emocionuese. Xhemo dhe Xhevdet bërin së bashku me policinë në dasmën e Devranit me një qëllim të vetëm, të marrin Azizen dhe të ndalojnë martesën para se të jetë tepër vonë. Të bindur se Azize është e detyruar të martohet, ata hynë në dasëm pa e ditur se do të përballen me të vërtetën më të madhe dhe më tronditëse. Për habin e të gjithëve, Azize nuk kërkon të largohet, përkundrazi, ajo deklaron se është e vendosur me dëshirën e saj të martohet me Devranin. Ky vendim i saj le pa fjalë Xhemon dhe Xhevdetin, të cilët nuk arrin të besojnë se Azize ka pranuar këtë martesë. Shoku dhe zhgënjimi lexohet qartë në fytyrat e tyre, ndërsa atmosfera në dasëm ndryshon brenda pak çastesh. Pas firmosjes së aktit të martesës, Devrani përpiqet të ulë tensionin dhe u drejtohet të gjithëve me fjalë pajtuese. Ai fton Xhemon dhe Xhevdetin të bashkohen në gëzimin e tyre dhe u thot se, që nga ai moment, ata janë si vëllezër për te. Megjithatë, këto fjalë nuk arrin të qetësojnë Xhemon. I pushtuar nga zemërimi dhe dhimbja për vendimin e motrës së tij, Xhemo shpërthen në një reagim të papritur. Ai fillon të shkatrojë tavolinat e dasmës dhe gjithçka që i del përpara, duke kthyer festën në një skenë kaosi. Të ftuarit mbeten të shtangur, ndërsa situata del jashtë kontrollit. Duke parë veprimet e Xhemos, Devrani del përballë dhe paralajmëron të dalet menjëherë. Ai bën të qartë se nuk do ta tolerojë askënd që të prish dasmën e tij, pavarësisht se janë mysafirët e tij apo familjarët e nuses. Në kulmin e përplasjes ndodh momenti më emocionues i kësaj skene. Azize del në mbrojtje të vëllait të saj, Xhemo, dhe i drejtohet Devranit me vendosmëri, duke i thënë se nuk do të lejojë askënd të ndryjë mes saj dhe vëllait të saj. Këto fjalë tregojnë se, edhe pse tashmë është bërë bashkëshortja e Devranit, lidhja e saj me familjen mbetet e pathyeshme. Por pas vendimit të Azizes për të martuar me Devranin, situata del plotësisht jashtë kontrollit. Xhemo nuk arrin të pranojë zgjedhjen e motrës së tij dhe vazhdon të përpiqet të bindë që të largohet me të. Megjithatë, Azize përpiqet të shpjegojë se kjo është e vetmja rrugdalje dhe se ai duhet të pranojë vendimin e saj. Ajo i kërkon vazhdimisht të ndalojë dhe të mos krijojë më shumë probleme. Por Xhemo i zhytur në dhimbje dhe dëshpërim, nuk mund ta pranojë këtë martesë. Ai thot Azize se ajo po e turpëron familjen dhe se vendimi i saj është një njollë për të gjithë. Fjalët e tij acarojnë shumë Azizen, e cila ndjen se askush nuk po përpiqet ta kuptojë sakrificën që ka bërë. Në kulmin e debatit, ajo humbet durimin, e godet Xhemon me një shuplak dhe i kërkon policisë të largojë menjëherë nga dasma. Në të njëjtën kohë, Devrani qëndron pranë bashkëshortes së tij dhe i premton se nuk do të lejojë askënd të lëndojë apo të bëjë të derdhlotë. Ai tregon se është i vendosur ta mbrojë Azizen pavarësisht gjithçkaje që po ndodh rreth tyre. Më pas, duke parë se festa është kthyer në një konflikt të madh, Devrani u kërkon të gjithëve të ftuarve të largohen, duke deklaruar se dasma ka përfunduar. Policia i shpjegon Xhemos se nuk mund të marrë motrën e tij me forcë, pasi të gjithë ishin dëshmitar se Azize u martua me vullnetin e saj dhe askush nuk e detyroi. Ky moment e bën edhe më të qartë se nga ana ligjore nuk ka asnjë mënyrë për të ndaluar martesën. Pas kësaj, Devrani drejtohet Xhemos dhe i thot se fillimisht kishte menduar t'i trajtonte si mysafir dhe t'i mbante në shtëpinë e tij për hir të Azizes, por pas sjelljes së dhunshme të Xhemos dhe kaosit që ai shkaktoi në dasëm, Devrani kërkon policisë që Xhemo dhe Xhevdeti qëndrojë sa më larg shtëpisë së tij dhe mbi të gjitha larg gruas së tij. Kur gjithçka duket se po qetësohet, ndodh një tjetër zhvillim tronditës. Xhemo, sapo sheh Javuzin, e akuzon publikisht para policisë se ai është vrasë si nënës dhe babait të tij. Këto akuza tronditin të gjithë të pranishmit. Hamjet përpiqet menjëherë të mbrojë djalin e saj, duke thënë se Xhemo po gënjen dhe po shpif pas një provë. Por në një moment që ngre shumë pikpyetje, Javuzi e ndalon nënën e tij dhe i përshpërit disa fjalë në vesh, duke bërë që reagimi i saj të ndryshojë. Sjellja e tij shton edhe më shumë dyshimet mbi të vërtetën e kësaj historie. Ndërkohë, policia vendos të shoqërojë Javuzin në komisariat për të sqaruar akuzat e ngritura ndaj tij. Largimi i tij krijon një atmosferë të rëndë mes dy familjeve. Pas largimit të Javuzit, prindrit e Devranit shpërthejnë ndaj hamjetit dhe familjes së saj. Ata u kërkojnë të mos e turpërojë me familjen e tyre,
me skandale dhe konflikte, duke bërë të qartë se nuk janë me të mirë pritur dhe se duhet të largohen menjëherë.